Mirë më e men, shumë mirë më e men. Ne kemi pa në televizor fëmijë ndryshëm, baktisë me të keq trajtuar në për spitale, atë na ka fillu ideja për atyt. Jemi paraqit në qendër për punë sociale në Gjako, i kemi plotsu do kushte çka duhet më plotsu, edhe kemi fillu me njëherë në strehim me 4.000. Edhe sot, Bora dhe Zefi e kanë të freskët ditën e parë, kur përveç 4 fëmijëve të tyre biologjik, i u bashkuan edhe 4 të tjerë. Fëmijët e parë kemi pa mas orë në televizor që ata fëmijë në konë shumë të shpërtojmë, ata fëmijë, në konë spital Prishtinë, edhe o konë keshë që ata ofat, jo ofat, po UNICEF-i, edhe kemi shku në spitali kemi marrë ata fëmijë, o konë vite djele, i kemi pastru, krejt vetë i kanë pastru, i kanë rregullu. Edhe i kanë për të shpia, emocione ka pas, mas po se të ashtë e konë pak si fështia, se të më marrë në të shtetë umë, po me ne. Vesh që të jetë hershit shumë një në ka shku puna. Kam marrë një me nevojat veçanta, se kam këshio se qëfar punë është. Për këtë, të frymëzuar duken të kenë qenë nga familja e madhe Dedaj. Kjo shtëpi ka gjëse edhe jemi konë edhe këto familje madhe në këtë trollë, jemi konë thuja 30 fëmijë tonë, se da 8 vllazën, këti nuk konë bashkë, ne konë shkep në prendim ma shumë, shumica, po ku vishin pushime, të mush ka burë respit. To që në shkepe janë shku shumë, këtë botën e kanë marrë në sy. Tash, s'ka fëmijë tash, shumë pak. Sa familje jonë, gati një klasë e kena pas. 4 fëmijë, 4 vllavë tjetër, 3 4 tjetëri. 8 vllazën. Dashuria për qëllimin që ja kishin vendosur vetes, veç se vinte e bëhej më e madhe. Shtretër o rendi me filma vizatimur, e lodra të ndryshme, gjendeshin në dhomat që nuk ishin arritur t'i gëzonin që nga lindja në familjet e tyre. Këto të mira, që i kanë gëzuar në fëmiri, me kalimin e kohës, është dashur t'u alëshojnë fëmijëve të tjerë, që do të venin në këtë shtëpi. 7-3 me në veçat të e, ka 20 vjeç që kena majtë. Ta që në shku në prezen. A ideali një se kena pas në vede veçan, ta kena marrë 7 vjeç e kena majtë 20 vjeç. Edhe ajtë ashtë na kena qenë shumë vena, po në preket. Ashtë e kena e rajtë në disysh edhe shkoju. Po, ta është. Në telefon me një, baba, mama, ola unë e pija tenë, ola pija. Një pas ka mujtë më shku, asë një pas, bëdjava të poshat është të glenat një. Nuk në harën, bëdjava. Që 2 vjetë. S'kemi shku ishtë telefon, po. Në telefon për gjatë natë. E pësës, në thujnë, pësës për vini, hasi vipë, sëtë, hasi nese, puna mësë me lakmujnë më arë kësajde. Koha për kujdesi e ngrohtësia që ky qift ju ka dhuruar këtyre fëmijëve, ka bërë që të krijohet një lidhje shumë e fortë emocionale nga të dyja palët. Mallëngjimin që kishte pasur pas ndarjes, Bora e tregon me 2 vëllezërit, të cilët nuk i kishte mbajtur edhe aq gjatë. Largimin nga krahu që ishin mësuar për 3 muaj, ishte i vështirë të bëhej. 2 fëmijë, 2 vllazën janë kanë, për shkak se shash për të mëdhemshin, ata u lidhen shumë me mu. Une nuk isha në gjendje as me flej pa ta, as me dalë në bërë pa ta, as me përgatit bukë, as me prit më safir, as kur gjo. Ata me veti? Ata me veti, ka shkojsha të, ku do të shkojsha, ata kisha me veti. Une e gësilla vetën vetë, se thash e tira qendrën edhe i përgu ashtu qështu. Thash që është duhet një asisht në tërse këta shumë jenë që lidhë me me, edhe ta shtu ku ta këshyu është të një shash i lidhën me ty atë ku të këthejet. Ma vona ma rëzik. Ashtë për ma rëzik e të bësë. Ti ma shtru dyqysh se s'kish kursi i qanë një gjeti. A petë kur jam taku me ta, në taku një parë... Neje. Me ta, se patëm s'kish kursi në shënë për krajtin. A petë në krajtin. Ndërsa, plot mallëngjim
edhe Zefi përshkruan kohën kur janë larguar fëmijët, për të cilët u bën familje. Me të vërtetë akon vështirë fëmijët e parë. Si 6 vjetë me marrë për shembull fëmijë sa ko 1 vjeç dhe bebe e tjetra e mi qunë në shkollë fillore, me ditë me folë fëmija, me thirrë si babe, si nën, a vështirë. Kur na do me ta akon shumë vështirë. Po me kalimin e kohës atë kemi nisë tu adaptu. Kanë ardhur tjetër, kanë shkuar atë. Akon vështirë, po pak ma lehtë. Akon vështirë, me të vërtetë akon vështirë në atë kohë. Po tash jo, se kemi vështirë, se tash jemi, si më thonë, jemi mësu në atë rrugë. Prindër biologjik, jo, por edhe më shumë se kaq. Zef dhe Bor Dedaj kujdesen për çdo detaj për fëmijët. Unë jam kujdes shumë për ta, për shembull, se kishin mujt mi marrë vate, se ne mi mush çantat, se ne 6 ka fëmijë tash edhe kam shku në shkollë, kam shoh vete, kam shku te mësuesja, e kam pyet mësuesen, shpesh shkoj marrë i bije, vetë shkoj bije, krejt, i këshyrej vetë, e di, ja të kontrolloj çantën kur shkoj në shkollë, ja të kontrolloj gjepat kur shkoj në shkollë, çdo sen do të më kontrolloj ka librata, si ka librata. Mosha 18 vjeçare është mosha kur adoleshentët mund të jenë të pavarur. E nga kjo moshë edhe lihen të lirë për të vazhduar jetën si persona të rritur. Por, malli për vendin ku e kanë kaluar fëmirin, i bën që të kthehen për të vizituar njerëzit që i kanë rritur. Në një djallë ka pasar, ka ardhur se ajo thyj për një, ka spus, ose to vetë të i bëjnë 18 vjetë edhe i hekin s'kan matë. Drejt. Edhe ka ardhur këto me bujt. Ai është për në këtëj ditën i lake vetja, kush e di ku a këtëj, edhe ka shumë për dronë. Dronë kështë është për në prej, e shkon në dhe atë e këto. E e lira në jadin shkon dhe atë, me tjetë. Banë i kujdes, banë i pavarë, të jenë të tome. E këto shumë, kështu për me ndartë në kam dhe shumë. Disa nga këta persona që një fëmijëri e kanë kaluar me ngrohtësinë e familjes Dedaj, tashmë kanë krijuar familjet e tyre. E kanë bo martesat. Jo, pide se kona Isusit atë. Atë s'ka mujt. Ke shumë, ta se s'jam konta, i kena pas se përgut, ta se kena pas që ta një bota. Pavarësisht se takimet i kanë shumë të rralla, raportet e nderuhen, thuajse me të gjitha ta fëmijë. Përkundër moshës, të cilën e tregojnë edhe rrudhat në fytyrat e tyre, forcën dhe vullnetin e kanë ende të fuqishëm për të vazhduar të jenë familje dhe krah për fëmijët pa përkujdesje prindërore. Vetëm falenderojnë Zotit një mos e Zotit avashtë. Po, falenderimet mëdha na japin. Në këshyrin me një sy të keqe, diçka. Ja. Në këtë obor kaq të madh, si kundër e pohojnë edhe vetë qifti, më shumë janë dëgjuar zëra, brohorima dhe të qeshura të djemve, se sa të vajzave. Krejt kjo, sepse numri më i madh ishte i djemve të strehuar në këtë shtëpi. Ma shumë ka pas djemë. Djemë dhe vajzë. Vajza, ma shumë po djemë në kanë jo, ma shumë ka pas të në kanë pranë. Ka pas momente se kemi pas që më në orë vajzë në strehim. Po kemi pas edhe vajzë, po. Të lumtur, nga njëherë ndoshta edhe të lodhur. Po në fund të ditës, hareja dhe lumturia kanë bizotruar si kur të ishte një familje e vërtet. Me fytyrë të buzëqeshur, dukej se Dedajt, po i ktheheshin në kujtes, momentet më interesante me njërin prej fëmijëve. Po, kam pas një fëmijë, edhe e kon
Ata dëshja shumë, më të vërtetë dëshja shumë. Sot ku t'ja shoh fotot kënoqna. Ata kena pas haren e shtëpisë. Haren e shtëpisë, ajna bajke shumë të gëzueshëm. Çka bëj ka ajna ju? Shumë gjeste të mira, lëvizje të mira, të keshme të mira, çdo sa çka bajke, edhe problem se bajke ka pas hija edhe problemet. Përderisa ekziston fuqia, vullneti dhe energjia, Zefi dhe zonja Bor duket se nuk e kanë tërmend të ndalen me iniciativën që e kanë filluar para 2 dekadave. Të dy në fund japin mesazhe të fuqishme për të gjithë ata të cilët duan të bëhen familje strihuese. Kisha jap mesazh të fortë, sidomos komuna, ka komuna të forta, sidomos Peja, pe marrë shembull Pejen, se ka si familje strusa se di se ka pas primas lufte. Kisha dhënë mesazh se me pas sa më shumë familje struse, më konë përgatit me për çdo rast për fëmijë. Me pas familje, edhe me pas familje të reja, se ka shumë familje të vjetra struse si janë. Me pas edhe familje të reja, se tash të vjetra shkojnë tu, nëse mu largue, ajo mesazhi jem për shtrem të fëmijëve. Unë një ju kësha thane se në ma mirë nuk ka, se më boshtë familje strehuse. Sidomos e tash se kena me të pak, nëse na kanë hipë fëmija në përbot, kemi edhe nevojë një qilë. Shtëpia e familjes Dedaj, si duket shumë gjatë, do të jetë e ngrohtë nga dashuria dhe hareja që ofrohet për fëmijët pa përkujdesje prindërore. Lajmi.net